Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sot me transmeton Aisha radhiyallahu anha, e cila thot, erdhi te unë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e unë e kisha musafire një grua. Më pyti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është kjo? I thash, kjo është një grua e devotshme, për cilën tregojnë se falet shumë, agjeron shumë, bën ibadet shumë, po sidomos te puna e namazit vullnetare shumë e shqume edhe e dëshmume. Edhe thot unë sikur ja lavdova shumë atë grup pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe më tha, nalu pak, nalu. Tha, kur është më pyetje namazi vullnetar edhe veprat vullnetare në përgjithësi, thot përmbajuni atyne veprave të cilat mundeni me i përballu. Pra këtu e kemi një situatë ku Aisha po e lavdon atë gru me shumë intenzitet edhe sasi të veprave, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot, ndalo, përmbajuni veprave ashtu si mundeni me i përballu. Për arsye edhe dijeni se Allahu nuk bezdiset derisa ju të mos bezdiseni. Kjo i bjen Allahu nuk hiq dorë nga shpërblimi përderisa ju nuk hiqni dorë nga veprimi. Edhe pastaj Aisha radhiyallahu anha e bjen një konkluz mas këtij udhëzimit shkurt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas shumëti e dënte, në një menën çfarë shprehje interesante. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas shumëti e dënte atë fetari në të cilën i Zoti i saj qëndronte në vazhdimsi. Që të përfundon hadithi në saktësinë të cilit s'ka dyshim për shkak se është i regjistruar në koleksionin e Buhariut. Udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i marrim edhe i analizojmë, sidomos te aktiviteti vullnetar, te ibadetet vullnetare, te namazet nafile, te agjerimet nafile, e kështu me radhë, e vrejmë se e kanë një frym. Do thonë edhe një hadith që e kemi marrë para 2 javëve mas Ramazanit, ai hadithi Allahu për të gjitha veprave i dhën ato të cilat janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak. Për shembull, ai hadith. Edhe ky hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i thotë le nalo mos u lodh tu ma përshkruti mu sa shumë falet një njeri, për arsye se kjo nuk është me rëndësi. Po thotë aleikum min al-a'mali bima tutiqun. Përmbajuni veprave atyne veprave të cilat mundeni me ju qëndru, me u përballë me to, mundeni me i përballu me lehtësi. E përballimi të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nënvizon këtu, nuk është thjesht me mujt njeri një herë me e bo një vepër me maksimumin e mundit. Për shembull, me i thonë dikujt prej neve, çfarë peshe tron munash me qu? Munët me thonë, valla, me i dhonë zorë, muj me i qu, po e zonë 100 kg. Amo që ato 100 kg i ngrit një herë, edhe në base me shumë vështirësi, base edhe munët me i lëndu muskujt ose kurrizin, ose kështu me radhë, edhe mos munët me e bo edhe një herë atë punë. E kjo nuk është kërkesa. Insistimi i islamit, ose edukata i islamit është, sidomos të veprat vullnetare, se ato që janë farze edhe obligative, ato si nënshtrojnë diskutimet çysh do të me i ba. Janë 5 vakt namaz edhe u kry muhabeti. I ka se cili vakt numrin e vetë 3 qateve. Mirë, po kur vjen puna të veprat vullnetare, te ato që si kemi bargj, po dojmë vullnetarisht me i kry, aty do të me e kuptu se elementi më i rëndësishëm është elementi i vazhdimësisë. Jo me i bon një herë, edhe me i lanë. Por, që është thëtë Aisha në fund të këtij transmetimi, thëtë wa kana ahab
kana ahabba ad-dini ilayhi ma dawama alayhi sahibu. Thot fetarin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumë të e ka dashur, ka qenë ajo fetarin cilën ai që e ka kry ka qëndruar në vazhdimsi, sonal. Pse? Për arsye se funit ibadetet tona bëhen për Allahun fuqiplot, edhe për namazin, sidomos kur flitet, edhe për ato vullnetar, ai është takim me Allahun fuqiplot, e Allahu ka qef që kur e bojmë na një orar të takimit me te për te i farzeve. Kur e bojmë një orar të takimit me te, në atë orar pastaj mos me mungu. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur nuk i jep vlerë për shkrimet ose lavdimit që Aisha radhiyallahu anha ka bo asaj gruaje, ka thonë lej ato fjalë. Por përmbajuni veprave që mundeni me i përballu në vazhdimsi, fe inna Allahe la yamallu hatta tamallu, nga se Allah i madhruar nuk bezdiset derisa ju të mos bezdiseni. Allahu nuk mërzitet derisa ju të mos mërziteni. Allahu nuk i bëhen monoton veprat e juja edhe shpërblimi për to derisa juve të mos hiqni dorë prej tyne. Që të më thoni jo, mos e bani gajlen, Allahu a ka me ju shpërbly, për arsye se të e fundit nëse dikosh prej besimtarve synon shpërblimin e Allahut edhe ka qef shumë sevap me fitu. Edhe sigurisht, se cili besimtare ka këtë dëshirë. Shumë sevap me mujt me fitu. Atëherë qysh është mënyra për me fitu shumë sevap? Jo njëherë me punu, me i dhonë zarë shumë e pastaj me undalë. Po me punu nga pak e me vazhdu. E pastaj gjatë rrugës, nëse e sheh veten se po mundesh ka pak me arrit fitilin, po mundesh ka pak me arrit intensitetin, ka pak ama. Gjithmonë në suazat të përballueshmës, atëherë nuk ka kur gjë të keqe, përkundrazi kish me qenë një gjë e mirë. Veç ajo që është e rëndësishme njeriu me e pas parasysh, është që nga njëherë ti mundesh me e pas entuziazmin, mundesh me e pas vullnetin, mundesh me e pas kohën, mundesh me e pas edhe shëndetin, por të gjitha këto sot mundesh me i pas, e nesër mundën me të mungu. E dini rastin Abdullah ibn Omerit, kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë po ndëgjoj për ty që ti ose Abdullah ibn Amri, ti po agjeron shumë, kur s'po han, edhe po falësh gjithë natën, kur s'po flen, e kështu me radhë. I thot, po, ja Rasulullah, po munohna me kap në i tro sevap. Thot, nuk ban kështu. Agjera, por edhe lej do ditë, mos agjera. Gjithë një po flasim për ibadet vullnetar, që të mos keq kuptohemi. Falo, por edhe flej. Për arsye se, përveç që ki një hak me ala Zotit, ti ki hak me kry për vete, që është shëndeti, pushimi, relaksi, i ki hak familjes, i ki hak gjumit. Edhe kësisoj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka kufizua agjerimin në 30 mujt, a i ka thonë muj edhe ma shumë, atëherë ka thonë agjerej 8 ditë në mujt, që janë e honja dhe ajtja. Unë muj edhe ma shumë, ka thonë atëherë agjero si agjerimi Davudit a.s. Një ditë po, një ditë jo. A i ka thonë muj edhe ma shumë, ka thonë ma shumë se që ka që nuk ka. Edhe qëtu ja ka qitë kufinin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Masanej me kalimin e kohës, kjo sahabi i bekum, kur ka avancun mosh, e ka fillu edhe me u lodh, ka pak, nuk e ka pas mo freskin, që ka pas kur ka qenë i ri, ka thonë te kësha pranuat lehtësimin e parë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 30 mujt boll pas kanë qenë. Kjo i bijet në dërun vlazën se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na edukan që të puna e ibadetit posaçërisht, po dhe të veprat në përgjithësi, elementi kryesor është vazhdimësia, kontinuiteti, për arsye se lidhja e robit me Allahun fuqiplot, vetë që shto funksionon, ndryshe s'funksionon, nuk funksionon me vrull, me turr. Një herë shumë e masan e heq, një kohë vjen për shembull, tëra vaktit i falë në xhami, masan e një javë, 2 javë, një muj, se sheh kush në xhami, s'po flasim për afalet asfalet, se kjo punë si jemi të e diskutu, po flasim për një stabilitet dhe një vazhdimësi
të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kërku, e jo që e ka kërku që ati i ka hyrë ndonjë gjë, por ai na e ka mësu udhëzimin më të mirë të cilin ne mundemi me apliku në jetën tonë. Allah i madhruar na e mundsoft që me qenë stabil, me qenë të vazhdueshëm, me qenë të përkushtuar ashtu siç duhet, në dhuroft sinqeritet në fjalë edhe në vepra. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.